Ka bletë që nuk e shfrytëzon ushqimin, është rujse të ushqimi. Ka bletë që është e urtë, nuk sulmon. Ku e din ti që cila veç ku afromi ofër, apo cila është ma agresive në këtë rast? Po jo kështu, tash do më thonë se mu si më bje me punu me tu. Mu si më bje me punu, tash të në faktikisht e di cila bletë është si është bleta ma puntuare, ma higjenike. Si kur e kapi bletën, unë e shof funi, se faktikisht tu kam funa me antivarro dhe kam funa thjesht. Do më të kosherës, funat jënë që të kosherës të. Kur e marrë qeli bletën, e shof podin, është pod i pastrum. E dyshemeja. Dyshemeja. është e pastrum me si, sikur me ro me fshis të rrymës. është tjetra, kur e mere e ha bletën, e shep punimin e mjaltit, për mi, polenit bukës bletës, anash, pjellet ta mush, anën e poshtër. E ndonë. E ndonë, do mon, pjesë i asiguron, do mon, gjithë dhe mas lindjes, e ka polenin, edhe ka mjaltin për mi, do mon. Mënuna si raca, zakonisht mishti, mi shumu. Edhe është bletë si do mon, punon me të nuk është agresive. Jo, faktikisht, gjithë një sen kure allakat, sulmon ka pak, po jo në atë metodën së kur si është një si mënohet me dorë për kosherës. Edhe, po thome një pyetja dy, edhe ta kena po që me do mëstru diçka të bletë. Po pa problemet. Se mas jem të, po thome si një regull i bletës, mrana një koshere, për masha. Kam dëgju se ka bletë mrana një kosherës, se kanë caktu, që shë thati, e ndojnë punën mrana një kosherës, dikush për ushqim, dikush për ujë, për nektar, dikush për ujë, dikush bonërojë, dikush e manë edhe klimin mrana atë temperaturën. Temperatura e... A është të vërtet kjo? Po është të vërtet. Do më anë është të vërtet se bleta pjasë e dide, si lindë. Do më anë gjëgjasia një bletës, do më anë lindja një bletës është 21 dit. 3 orë. Do më anë 23 dit është pejtë parës dit veza deri ku del bleta. Pra dit si del bleta. Prej do më anë për vezës, si lindë, atëre pjasë e dite vazhdojnë aja me procesin. Procesi një bletës, ku më shku, pe pastrimit dyshemes. Po. Do më ku më shku. Një farmyrë ambientit brendshëm. Ambientit brendshëm do më derin, komplet deri kur del qaja bletë, e ka dykun një 7 funksione, deri sa del të nektari. Përfundimi nektari dhe polenit një bletës është përfundimi karierës saj. Do më si bletat është për 21 dit lindë, po atëre mërë të me shku deri 24 të dit, eventualisht nëse folim për qatë sezonës të verës. Sezona dimit është e kondër të krejt, lidhe me ta. Do më deri në 30 ditës, bleta baran vdes prej. Kom dëgju shumë fjallë, për shembull kur e përfundon një familja të karrierën e vetë, ose jetën në familje. Po. Largot prej kosherës, a është të vërtet? Po, ngëm, ta është të mvore se qyshe zenë. Zakonisht, kur jenë sit binë mrena kosherës, po është punëtore ekipja atyne, po do më honë si e largon. E largon prej kosherës, do më honë... Se le mrena, e qëtë? Jo, mizën e vdetë nuk e le mrena, e largon do më honë prej kosherës, edhe nuk e le në aty mrena kosherës. E atyne cika si është bleta higjenike, do më honë si nuk lenë do më në bejtje ku që. Ismet, unë e di që ti e ke njësë dhe një biznes, një familje, po thonë biznes, ose një, ma mi me thonë, si loj mini ambulansë, ose mini spitalit vësër, ose si për apiterapi, për shembull, sidomos për ata njerëz që ka nevojë për shembull, për smundje respirator, inhalimin, ndryshme për ato, për ato kena me do me bisedu të veni, ku i ki atje, edhe, po tash, nëse na lejon ti, i kshme vesh ato robot, na jenë nërta pak ma ndishëm se ju, për shembull punat e bletë, unë edhe kamermoni, edhe afrobi të bletë e kështu për ma pës afërmi, se që duket punë, ose me kështu që ajo që theti, për shembull koti pari, dyte, një... Po, pa problemeq. Dhe më nëna dhe mësru diçka dhe mëna me bo pyetje edhe aty diçka rreth bletëve tjera. Po, pa problemeq, me sa dim, jo spjegujmë, do morëm dhe veshëm edhe do e hapëm një bletë, një kosherët bletës edhe
Asa din do ta spjegojmë lidhe me to se çka është ajo, çka është ajo, çka është ajo, çfarë ulën. Problemet se kom që puna e bletës është punë që bashkë ashtu kur si ka dalë s'ket. Jo problem është, edhe problemi dalë. Mirë është me këto që i dim. Se për shembull që punat e kjo apiterapia ma herë në Kosovë nuk e di. Po kena me studu ma gjënë se shpërto, po e di që ma... Ligjërata av seminarëv, u edhe mbos leximeve domthon se sa do të dalë mirë domthon edhe mbos YouTube-ëv, hasëm domthon se vërejtëm se është apiterapia. Kështu apiterapia në Kosovë nuk u nis më herët. Vitin e kaluar kanë hap domthon në kanë 2 apiterapi. Domthon ai pas ka që 2 vite e këne. Domthon që një vite është hap domthon që një vite është hap apiterapia. Në Kosovë më herët nuk ka ekzistuar. Nuk ka ekzistuar. As nuk e kanë ditë. Tash kur basi ti krym të blet, kena me orë të këj objekti ku ke punu, që shë ke maru, e me na spjegu procesin e apiterapisë. A pajtosh? Po gjithësisht. A vazhdojmë? Ma e siguron të esët. Ishka është një smuje drunit. Smuje drunit zakonisht, po ke përdurë domthon, e përdurë nëse bletën kur ta timojsh me të nuk e seson shumë. Edhe nuk ka kimikale lidhe me ta, se dikush i timon edhe me si dvove, po ka edhe metoda tyne, po unë e kom po ma praktike si është e eshkës. Eshk e drunit tahit. Gënë të shkurtën e blet, do mund që atje si është edhe si kom shti për palen, edhe e demonstrojmë ato në tjetër. Nëse është asimi e prevojmë edhe për katin mja qitë të kësaj. Domthonë, se përket kësaj, kjo është një fund antivarru. Një fund. Është antivarru plastike se cila nxjerrët poleni mes që farë kafazit. Kje ngjyra si o këtu, domthonë, kje hipotezi, montohet. Zakonisht e monton këto, sukur këtë metodë si është, domthon është e hekur, domthon atëre ja bleta hen drejt për zretin në ta. Po kur e merr bletën e monton këto, faktikisht javnon kurthën e polenit. Domthon si e nxjerrën polenin në këtë pjesën e përpashme. Këtë kurthë kom pas nume që 2 orë kom shti, atëre shumë sa ka pru polen kje blet. Sa ka mujt për me nxjerr polenin. Këtu është funin. Si kem nxjerr në polenin, domthon se i kena shtu dikon që për 1-2 orë. Ja, kjo është poleni i bletës. Domthon e vënë kafazën atje përpara, edhe këtu bjen himbleta në mes kafazit, në mes këtyne, bjen transporti domthon si vjen. Prej malit me polen, hin këtu depërton, këtu së një nxerë kom të veta, domthon bjen poleni, bjen këtë kafazin këtu, këtë depon, edhe këtë metodë domthon shkoj me nxjerrën polenin, kur është koha e përshtatshme për nxjerrjen e polenit. Tash, që ky polen, çka bëhet me to tash ti? Po, ky polen, domthon bleta, pa që poleni nuk ka zhvillim, domthon zhvillim të fortë. Faktikisht, ky polen përdoret edhe për mjeksi. Domthon ç't formë, ç'është? Po, jo këtë formë, ky qitet poleni dhe teret. Teret poleni edhe përdoret me përzimet me altës, përdoret i hanë domthon e merë hanë thatë. Ky është për imunitet shumë të fortë, ky ka dikun për një 5-6 muja, ka si jep rezultat shumë të fortë. Zakonisht e përdori këta, po pak e marr polenin, po zakonisht e marr polenin të bletat pak më të forta si janë, po mirë kur ta bëjnë ndarjen e bletav, jau ndihmoj me polen ose gjatë shtimit të amav, domthon amat kur i qeli. Domthon kur e kam drimin e amav si bëj. Tash se e marr bletën për zot, cila bletë ka amën më të
të më shume, domethënë zakonisht mënona mi lënë 2 vjeçare, më shumë të 3 vjeçare omën në parkut. E tash kur e bëj mes aparaturës, ushimin si ja jep bletës. Nëse nuk ka të mjaftueshëm natyra, ja jep domethënë mjortë me përlën përzime. Sikur jep mjortë me përlën del oma shumë cilësore. Më fort. Më fort del domethënë oma del shumë cilësore. Domethënë për këtyne omave i kam dikon 30 omave. Domethënë është oma autoktone e Junja si e përdorim domethënë në Kosovë. Është karnika, është bukfosi, domethënë po zakonisht Edhe herë më faq sa jam natë. oma autoktone. Karnika dhe bukfosi. Domethënë këtu janë emrat shtetëve. Shtetet domethënë bletav se të kaj domethënë kanë preordhën e karnika, kaj ka preordhën e bukfosit, po zakonisht bleta domethënë bleta autoktone e Junjas është e Kosovës, ajo është më e përshtatshme për territorin tonë. Si për shembull këtu. Unë pi 2-3 lloje se kam bleta autoktone, me këtë narsin teme 860 metra mbi detare, mu më jep rezultat më mirë, më ndihmon më mirë. Domethënë se për këtë verës hes më mirë bleta. Të fillon, vjen hektar më tepër, si ka kushtet i përshtaten, domethënë, kësaj natyrës tonë si e kemi këtu në Livallë. Po, livallet këtu. Atëherë demonstrojmë çito. Edhe kjo bletë është për momentin. Edhe kjo e ka të vendosur për polen. Por polen e ka të vendosur. Tash kjo është një model tjetër e plastikës, po këtë model domethënë për me marrë me hik pikafazit polenit, atëherë shkojmë. Ja zgjenojmë çto dyja. Çto dy hyrjet. Edhe këto, që si për shembull kjo si është, këto se mos mbes asnjë, këtë derën e shtym te poshtë. Tash bleta hen drejt po zreti hen me polen, hen brenda koshirës. E ka malet domethënë, e ka nuk faktikisht hen këtu nuk ka si janë nxjerr polenin si bjen në kafas poshtë. Çto ka po siguron çto far plastikës. Po plastikë zakonisht këtu i kom blen në Prishtinë. Ka domethënë. Po ka këtu ka vena domethënë ka vena zakonisht si marr sene për blet domethënë më tepër e ka mes një të Podujevës, si mujt jacek dhe mujt e falenderoj shumë se shumë më ka dhënë ndihmë, shumë më ka dhënë domethënë këshilla. Domethënë bashkëpunim po me Recep Beqirin Podujevës kam shumë. E përshëndesim Recepin. Po, se është shumë njëri shumë i saktë, shumë njëri korrekt. Domethënë faktikisht jem tash për momentin 2-3 shokësi, jem si kem bashkëpunim mes veti, këshilla mes veti. Çdo them, domethënë kem mes veti me ta. E marr zakonisht te ai senet. Domethënë është e njëjta s'kuna më herët. Po e njëjta metodë, është domethënë kjo vetëm me kofunin me po funin kjo është ajo është me një fun, po ja kjo është me 2 funa, po. Si për shembull. Çekje, me të njëjtin kod domethënë u hi. Po aja bletë është më pëndore. Se sa kjo bleta kjo. Sa aja bletë është me 2 koqe. E pse shumë gjush kjo? Po ngam, vore tash te polenin të cila lule ka marrë. Domethënë këtë varet lula. Po, varet lula. Se domethënë tash se për këtë ke veni jon si është, veni jon ka me mia lule ka. Po këto po vret 3 ngjysh po nduhet. Po domethënë ju këtu janë dikon 3-4 ngjyshe dikon sa për 3 ngjyshe. 3-4 domos janë. Po këta si ky poleni domethënë çto si janë lule zakonisht jep ke pjesa e koznicës nalt.